Familja Zenuni nga fshati Novosele poshtme të Gjakovës po jeton në kushte të vështira. Kristela, nënare 25 vjeçare, se bashku me 5 fëmijët e saj, jetesën po bën një dhomë e cila nuk ofron as kushtet elementare për banim. Kulmi është i dëmtuar i tëri e dyshemeja ku ndërmon nga lagështia. Ajo na tha se mezi po ja dalim të mbijetojmë. Nuk kemi të ardhura, mirë po nga njëherë na dalin në ndihmë banorët e fshatit. Që kjo gjendja o katastrofë. Me qita 5.000 jetoj qitune, pëshenjeve gjendjen, pa hongër, pa pika një fëmija s'po kanë, pi që qita 2.000, për shkenjë të zeka, faleminderoj për zekën, po m'jopin me hongër me pi, kërkushis po nga bërra me 5.000 qëtu haje, pije, krej qëtu, me kushtet e shtirë, qëtu m'pik që kjo sopa jati, mave ki me pas dishka këtu, po m'pik ka një mosi, ku se ka mundësi, pi lut në vajt, për në me ndimu në sen. Kristela në tregoj që bashkëshorti i saj është larguar nga shtëpia dhe ka lënë ato të vetëm me fëmijët. Bashkëshorti nuk di ka u zhduk di ka, së m'ka lamru ka shku, me 5.000 jam. Që sa kohë është largu? Vaj, ty besi dije, me 3 nuk di. Nuk di ka shku. Ma shumë se një vjetë që u largu? Po, pikur i kitë. Si bjen që shtu që, ka ik, me 5.000 jam, së m'ka lamru. A jenë social ose a mërë ndima dika? Ja, kërka iqë, ndima s'mari, jem konë herën e parë, me marë njime rogën, s'po ma japin. Pse? Nuk e jetë? Po përse, s'tjapim, na pa u konë a i buri jam se merë ke qatë rogën, se u konë përmi burin rogën, s'po ma japin ma. Myku dhe lagështia nuk janë vetëm në çdo cep të kësaj dhome, por ato janë pjesë e përditshme dhe e pandashme kësaj jetese. Kjo grua e re beson se njerëzit të këtij vendi nuk e kanë humbur solidaritetin. Nga dhoma e vogël, çatia e shkatruar e buka e fundit që ka, ajo beson në shpirtin e vullnetmirëve që t'i dalin në ndihmë familjes saj, e cila është zhytur në skamje dhe mirim. Ndihma që për dikë do t'ishte simbolike, për fëmijët e kësaj familjeje do t'ishte mrekulli.